Pra duke thënë këto të vërteta që tha zoti Guri, se ju thatë pak më parë nderuar profesor që rreth 35% janë shqiptarë. Po të marrësh parasysh gjithë ata shqiptar të transformuar, siç e tha zoti Guri, është një shifër gjigante që janë shqiptar ata, sepse janë shqiptar të transformuar me dhunë, siç ka ndodhur në manastir, që janë përzën, janë ndjek dyqanet, janë vrar, janë prerë, dhe ata që kanë ngel janë detyruar të ndrojnë identitetin e vetë, të ndrojnë nacionalitetin pra kombësinë e vetë. Tani ata mund të kenë kuranë të thonë, o vlla, po prito, se unë jam shqiptar. Qa e Zaevi? Si tha dhe Zaevi. Zaevi, a tha jam shqiptar? E tha jam shqiptar. Ka raste për shembull që kanë pranuar me vonesë çështjen e qenit shqiptar, po ato që përmendi kolegu i gazetar për çështjen e një rajoni i cili është jashtëzakonisht i diskriminuar, madje kjo shihet edhe në mbiemrat, ato i kanë islamoski, në fakt ato janë islami, ose Ademi, janë Ademoski, pjesa e Prelepit, manastirit, që është një pjesë shumë keq, e lanë shumë keq, edhe prej pakujdesis politike, po mbase këtu do të shtoja edhe atë ndikimin që do ta ketë Shqipëria për atë qytet të alfabetit. Ajo godin që është në manastir, në Bitollin e Maqedonëve, është për gjuna. Përderisa Shqipëria ka konzulatat jashtëzakonisht moderne, nuk ka një kujdes minimal që të vit ta ndërtoj dhe ta marrë në mprerin e saj, ta menaxhoj komplet atë shtëpi ku ka lind alfabeti. Një sugjerim interesant. Nuk kemi kujdese edhe për kësaj lloj situate si për mendimin tim. Sa keni atje, profesor, sa ke pa qenë në manastir, në atë ndërtesë? Sa ke kohë që s'ke qenë? Puna? Ke kohë që nuk e qenë atje në manastir? Në atë ndërtesë? Keni kohë që ke qenë apo s'ke qenë këto 2 vjet e fundit? Kam qenë, madje vizitoj shpesh. Ne kemi dhe student që vinë nga manastiri dhe janë student jashtëzakonisht mirë dhe të përgatitur, po ajo shtëpi alfabetit është jashtëzakonisht keq në aspektin arkitektural, është e rënuar, nuk ka një kujdes, nuk ka buxhet, nuk trajtohet. Ajo duhet ta ketë vlerën një ambasade të mirëfillt të Shqipërisë në Maqedoni. Është ambasada më e madhe se sa ambasadat reale që po i kemi në fund të tërsash. Po vetëm që ajo godin 2 vjet përpara në akademia jonë ka kontribuar me 2000 libra që i quam Doras, vetë ne. I kemi quar Doras dhe ajo ndërtes në muaj shtator, kur ne kemi vajtur, e gjetëm ashtu që thoni ju, të rënuar, nësa 2 muaj më pas, më duket ka ndihmuar shumë politika shqiptare, zoti Ali Ahmeti dhe tjerë, që 2 muaj më pas ajo ishte bërë një ndërtesë e rangut, e pastruar, moderne, e mirë, e ndriquar, me rafte librash, me muzeun përkatës, pra 2 muaj më vonë, diku 1 vit ose 2 vjet që sot, ndoshta 1 ditë e gjysmë, ajo është rehabilituar tërësisht. Ka ndryrë dhe zoti Ali Ahmeti, ja mbaj mend të skem, por edhe ne ndryrim si akademi që ajo të merrte pozicionin e dur, siç po thoni ju, dhe e ka marrë. Dhe ne kemi quar 2000 libra. Unë dhe zoti Pingli dhe zoti Balej kemi quar 2000 libra nga Shqipëria atje. Bravo. Po, kjo është manastiri. Asnjë nuk është e mjaftueshme për një institucion siç është shtëpia e alfabetit. Ta merr atë formën e dur, respektin e dur, nuk do të vizitohet vetëm për çështjen e datave të rëndësishme, po duhet të jetë një referencë e jashtëzakonshme ashtu siç bëjnë shtetet e civilizuara që kujdesen për institucionet e veta, pavarësisht nëse ato shtrihen edhe në Brazil, kanë kujdesin për t'i ruajtur, për t'i vizituar, për t'i shndruar në kujtesë. Atëre, zoti Alin, kemi disa figura. Zoti Alin, ri aty se mund të shohësh. O zoti Kela regjisor, a mund të thirrësh 2-3 figura për pjesën e diskutimit që kemi me profesor Alindin në Shkup, Maqedoni? Zoti Kela. Regjisor i dashur. Ri aty edhe 2 minuta, edhe e mbyllim, po duke parë disa figurat përbashkëta. Po. Urdhoni, kjo është ylli me 16 rrezë, poplit, Thesprotia, ja po nuk e di mase të pengoj, ja poplit, Thesprotia, Oresti, Desaretët, Penestët, Mirdit, Kaonia, Himara deri poshtë në Bregdet, Linkesët në Pogadec,
Parthinët, Berat Elbasan, Durrës, Parthinët, Përparët, Dardani, Kosovë, Mollosi, nga Leskoviku deri në Janin, Malet, Mollos, Maloku, Eliminoti, popull në përmet, Albani, Albanët, Pajonia, tek juve, Paonët, Atintani, Enkelej, Taulandi dhe Iliria. Pra 16 popull përbëjnë 16 rezet e flamërit sot Maqedonës. Urdhë pa me tjetër rinjëzor i nëruar? Po ka më shqip se kjo, o profesori i dashur, Aleksandri i thot Diogenit, qa ndime do nga mua, qa do t'i të bëjmë për ty. Edhe i thot shqip, a po shkon të shoh, a po shkon ti shon. Më shqip, kjo është bërë nga anglishtja. është bërë nga studiusit angles. Po a shqipe, ajo, fjala që ka ngellur, si atëre 330 vjet para Krishtit, si sot, është një fjallë. Do ikësh ta më lërë të shof djelin dhe, që ne këshim mësuar në për gjimnaze, më lërë të shof djelin. Mos më zërë djelin. Edhe këta në thonë greqisht e vjetë. Adi, ku është greqishtja këto profesor? Ku është greqishtja? A po shkon ti shon. A më hap atë të shof djelin edhe të shof ndryqimin? Po gjë që ilustron dhe vetë ajo skulptura, që po ja bën me dora, ja po shkon. Eksakt. Këtu është përsëri kryeministri, i cili thotë, këto i kam gjetur në bibliotekat në Suedi, thotë ai. Ministrin e Maqedonisë. Çfarë ka në Maqedoninë e sotme? Shiko sa le, çfarë ka në Maqedoninë sot? Manastiri, orë, ka Ilir, thotë ai. Manastiri dhe orë me Ilir. Historikisht. Maqedonia lindore, me të gjithë Maqedoninë pirinase, janë thrak, thotë ai. Lindja e Maqedonisë, thrak. Edhe bulgar, thrak. Maqedonia e Veriut, Shkupi, pjesa më e madhe e ti janë Dardan, Shkupi Dardan, ku janë gjetur dhe plakat, edhe këto arkivolet, apo. Dhe lumi Vardar, lumi Bardar, i Bard. Bardar, i Bard. Për se ne kemi lumet i Bard i Zimove. Po, drini Bard, drini Zimove. Pra, ja edhe e vërtet e një ish kryeministri që keni pasur juve. Vazhdo të lutem, mos keni ndonjë tjetër? Kjo është më forta. Profesori dashur, në ndjek? Po. Po, shikoj. Unifikimi i shteteve, për shembull. Edhe shikoj si thuhet, Macedonia, Albania, pra në një anë janë emërtimet e, për shembull, Peloponezi, që është more. Janë sinonimet e kainave, e zonave, ja e kape. Shikoj, Macedonia, pra vlezër. Macedonia, Albania, vlezër. Vim Sparta. Ka dhe një emër tjetër, Mifi Fratura, për shumë. Po kjo, Ilis, kur është bërë? Kush? Kjo dokument. Kjo dokument, e ka me, jate keme, Mylia Superior Bovja Dalmacia Odja, është libër. Është libër, e sakoj, nga të mlejnë dhe studiusit e antikitetit. Është libër, e shosi del. Memphis, Epifania, ose Berium, Ponis, ka trapezus. Pra, janë ja Thrakia, në atë kohë ishe bërë Romania, Thrakët ishe bërë Roman në atë kohë. Ose ja të kjerë Dakia, Balahia, pra i sinonime, ose emërtimet të mëmonshme që morë, po Macedonia ishe, ja dhe ushtari i Aleksandrit. Shikoni stemën e djelit, të trupi i shtarve të Aleksandrit, shikoni Aleksandri ndoshta, se është me ato brira. Po, edhe vetë Aleksandri, po përkrenare, njësoj si i lirë. Me brirat, ja ku janë të brirat. Shikoni, bravo. Vetë Aleksandri. Shikoni brirë që e mbante Zeusi, e mbante Akili, Aleksandri Math, Piro e Pirit dhe Gjergj Kasioti. Në këtë brirë, që e briri Bollekut, briri që u sheu Zeusi dhe kemi thënë ka që. Skënderbeu mbante dhe emrin e këtë, dhe emrin dhe brirat. Shiko, atëre, ku është Aleksandri i Greqisë apo i Maqedonisë? Ku është? Ja ku e ke, që mund mbure edhe mund të themi, ju keni lënë 1, 2, 3, ato që përmendëm, ja po 20. Me lejo dhe 10 sekonda i nderuar zoti Buri, mund të mbureni edhe me një diçka tjetër, që një pjesë e ushtarëve të Aleksandrit të Madh, që kanë ngelur andej nga India, që flasin shqip dhe sot e kësaj dite, pra thonë jemi ushtar, mbetje nga ushtarët e Aleksandrit të Madh, flasin shqip, i thonë knezit knojs, është ai që knon, i thonë kulluesit kullus, e sa, këto më kujtuan tani, e sa fjallë, flasin në Shqip, tamam, këndojnë Shqip, vishen Shqip, kanë pamjen, pavarësisht që janë martuar më vonë me ata,
Po janë, kanë qenë të vendi Hundës, të Hundës, se ishte një si Hundës atje. Po dhe emri Kalash, për mua është Kala, sepse kam bë Kala atje. Po, e vërtet fare, jo për mua, po është vërtet Kalash. Të gjitha rrugët të çojnë në Rom, thanë ata, të gjitha shtigjet këtu të çojnë të gjua shqipe, të gjua pelazgjike e nderuar, që nuk e di për ta mbyllur, zoti profesor, për ta mbyllur, çfarë u arrit nga ajo protesta për gjuhën shqipe për atë provimin e famshëm që donin t'ju amohonin të dhënurit në gjuhën shqipe. Çfarë u arrit konkretisht? A u arrit diçka? Protesta e studentëve ishte sigurisht serioze, me shumë njerëz, me ato trokitje që duhet bëhen, siç bëhen këtë protesta në ato dyert e institucioneve. Ministria e Drejtësisë udhëhiqet nga një ministër jashtëzakonisht nacionalist për momentin, dhe mendoj se ky ministër do shkarkohet shumë shpejt. Protesta e studentëve ka gjetë një lloj mirëkuptimi, do thoja, po të pjesëshëm me partitë shqiptare të cilat participojnë tash në pushtet, më thonë duke dhënë do zgjidhje gjysmake, sepse pjesa e teorisë duhet kryhet në shqip, pjesa e praktikës do kryhet në gjuhën maqedone, sepse gjykatat flasin maqedonisht, është vërtet se gjykateri flet maqedonisht, ato nuk na e ka lënë neve të flasim shqip. Nuk është zbatuar as çështja e gjyqësisë, më thonë ka mbet një pjesë e pa realizuar ashtu si duhet. Dhe nuk është vetëm provimi i jurisprudencës, janë edhe shumë provime tjera të cilat shqiptarët tani kanë dhënë në gjuhën maqedone. Testimi i dijes testohet edhe në gjuhën angleze. Më thonë unë flas edhe në anglisht dhe dëshmoj dijen time edhe në gjuhën angleze. Idetë tona janë të respektohet çështja e shqipes në këtë institucionet. Nëse ne jemi taksapagues të këtij shteti, pse mos më marr ne atë drejt që ne të përgjigjemi një provimi të jurisprudencës. E disa shpejt zgjidhet kjo punë. Nëse te provimi i jurisprudencës ka 10 të drejta, e drejta familjare, ndërkombëtare, private, çka janë krejt ata të drejtat. A nuk kemi ne profesor që ne nuk mund t'i ligjerojnë ato? Për maqedonësit le të ligjerojnë profesor maqedon. Për shqiptarët le të ligjerojnë profesor shqiptar. Ne kemi universitete, kemi kuadro. Studentët shqiptar përcaktohen te pjesa e shqipes. Shumë e thjeshtë. Ata nuk duan që Ministria e Arsimit të ketë një kuadër të profesorëve të cilët do ligjerojnë, do mbajnë ato trajnimet e duhura deri në çështjen e mbajtjes së provimit me profesor shqiptar. Ministria e Drejtësisë 2 viteve të fundit flet vetëm maqedonisht në gjitha komunikimet. Është një ministër për mendimin nacionalist, dhe këtë ka dëshmuar jo vetëm te çështja e jurisprudencës, po ka një qasje shumë negative ndaj Zotjarin, atëherë do ta lëm të hapur. Ministra shqiptar Zotjarin kanë udhëheq këtë ministri. Ka rezultate edhe nga dorët aty në ministrave, nuk është 0, nuk është as 50, por nuk është as 100. Nëse këta që kanë ikur nuk kanë bërë asgjë, këto tjerë duhet punojnë. Nuk është vetëm me hedh faj se kjo gjenerata e cila është tash në opozit nuk ka bërë asgjë. Fjala asgjë nuk e mbulon punën e Aliametit. Është një punë titanike. Zoti Arlind, dëshmume në gjitha institucionet, në gjitha ministritë. Zoti Arlind, është e pamohshme. Duhet qenë se na bën shenjë regjia për shkak të kohës, 1 orë nuk është pak. Po do ta lëm të hapur diskutimin midis nesh. Pikërisht për gjuhën shqipe, për atë që ndodh në Maqedoninë e Veriut, për të drejtat tuaja që janë shumë të kufizuara, në mos janë të përbuzura, por aman, po e mbyll me një fjalë të vetme që në bumerang, qoftë ata do bëjnë këtë sjellje, të vazhdojnë me këtë sjellje agresive, është që bëri shteti serb me ata të Kosovës, shqiptarët e Kosovës, dhe ja që ndodhi. Edhe këta aty do vend, tek ajo që ndodhi në Republikën e Kosovës, kështu do vend. Prandaj, po e lëm të hapur, do jemi në kontakt e do diskutojmë edhe herë tjera pikërisht për këto në vazhdimsi, këtë çështje. Atëherë, duke uruar që të drejtat dhe dinjiteti i vëllezërve tanë në Maqedoni të shkojë në vendin e vet,